për të nënda asnjë nga dashuria e Krishtit. E për nëse ky është realiteti, ky duhet të jetë realiteti jonë, që të vepruar, të jetuar me integritet, të bëj më të mirën për tjetrin, regionale. Duhet jetë diçka që ne kjo është mënyra që jetojmë. Edhe të tjerin, në fakt nuk do ta kenë problem për të na dalluar, për shkak se Bibla na thotë kështu, Jezusi na thotë kështu, që kur ju veproni, jetoni për lavdin time, njerëzit do ta shohin drejtën tuaj, edhe ata do ta përlatojnë atin që është në qiell. Kjo është edhe qëllimi jonë, ne duam që njerëzit të shohin veprat tona, të shohin jetesën tonë, të shohin përfshirjen tonë të perëndishme, edhe ata të pyesen veten e tyre se ku janë edhe të vinë për të adhuruar